Gostivari u zhndërua sot në vatër të kujtesës kombëtare, aty ku u ndes me solemnitet flaka e janarit, manifestim tradicional që për dekada mban gjallë amanetin e herojëve dhe idealin e lirisë. Në një frym thellësisht patriotike, qyteti u bë pikë identifikimi kësaj flake që nuk shuhet kurrë, sepse herojët largohen nga jeta, por kur nga historia. Manifestimi u hap nga publicisti Bekim Adili, i cili përshëndeti të gjithë përkrahësit e flakës së janarit, duke theksuar rëndësinë e kësaj ngjarje si simbol i qendresës, sakrificës dhe unitetit kombëtar. Fjalimi përkujtimor u mbajnë nga veprimtari Luan Veliu, organizatori i manifestimit, i cili uroi pjesëmarrësit dhe përkrahësit, duke theksuar se si vjen flakadani i lirisë ndalet në Gostivar për të vijuar rrugtimin e tij drejt aktivitetit qendror në Kumanov. Veliu njoftoi se atje flaka do të pritet nga veprimtari Mirvan Xhemaili, duke u ndëruar në një urë simbolike mes dy qyteteve dhe dy zemrave të qendresës shqiptare. Çka ndodhi dhe çka do të ndodhë sot? Me kënaqësinë më të madhe në mbledhjen e fundit ne vendosëm që flaka e janarit të hapron dhe të lëviz në qytete ide e kryetarit të lëvizjes dhe kryetarit të shoqatës veteranëve të luftës në përkrahje tonën që çdo herë të ndizet në Gostivar dhe të udhton në çdo qytet shqiptar. Kush meritonte më tepër se sa Kumanova të ketë herën e parë, atje ku flaka solli lirinë. Këtu ne kemi pjesëmarrës nga Kumanova në krye me kryetarin Mirvan Xhemaili, të cilit i urojmë mirësardhje. Atmosfera u pasurua me interpretime artistike nga shoqëria kulturale artistike Lulet e Malësisë, të cilët sollën këngë folklorike të dedikuara herojëve të kombit, duke ngjallur emocione dhe krenaritë të pranishmit. Drejtori i Qendrës për Kulturë në Gostivar, Ismet Islami, uroi mirëseardhje të gjithë mysafirëve, duke siguruar organizatorët se dyert e institucionit që ai drejton do të jenë gjithmonë të hapura për organizime të tilla me vlerë të lartë kombëtare dhe kulturore. Dua që në emrin tim personal dhe në emër të gjithë të punësuarve të qendrës, t'ju dëshiroj mirëseardhje në Qendra për Kulturë në Gostivar. Siç e tha gazetari, Qendra për Kulturë ka dëshmuar ndër vite se ka qenë një derë e hapur për çdo lloj evenimenti. Sigurisht që edhe në vitet e ardhshme, Qendra për Kulturë në Gostivar do i ketë dyert e hapura për çdo lloj manifestimi. Unë e uroj organizatorin që ndër vite ka organizuar dhe i ka mbajtur këto manifestime. Ju dëshiroj fillimisht shëndet të plot, suksese në të ardhmet, dhe në emrin tim përsëri ju them që Qendra për Kulturë do ta ketë derën e hapur edhe për evenimente të tjera të këtij lloji. Në fjalën e tij, kryetari i komunës së Gostivarit, Valbon Limani, e cilësoi flakën e janarit si dritë që mban ndezur trungun kombëtar shqiptar, duke u zotuar se komuna e Gostivarit do të jetë gjithmonë krah këtij organizimi dhe vlerave që ai përfaqëson. Të dashur veprimtar, unë e di që për këtë lloj manifestimi çka do që të them është pak, por më gëzon fakti që flaka e janarit si manifestim është një dritë e cila mban gjallë trungun ton kombëtar shqiptar dhe gjatë gjithë kohës është përballuar me të gjithë sfidat e kohës me të cilat ne kemi ruajtur traditat tona, kulturat tona dhe mbi gjitha vlerat tona shqiptare. Axha Luan, në emrin tim, por edhe në emrin e Këshillit Komunal, edhe në emrin e kryesuesit, Valdetit, zotohemi se Këshilli Komunal dhe komuna gjithmonë do të jetë krah këtij manifestimi, me aq mundësi sa do të kemi, por asnjëherë nuk do t'ju lejmë vetëm në këtë rrugtim kaq të çmuar për kombin tonë. Nga ana tjetër, Mirvan Xhemaili, kryetari i Këshillit Iniciativ të flakës janarit në Kumanov, u zotua se amanetin e Gostivarit do ta ruajë me shumë dashuri dhe përkushtim, duke garantuar se flaka do të vazhdojë të ndriçojë fuqishëm në Karadak. Jemi sot në Gostivar, ku dëshirojmë që të përulemi
dhe të falenderojmë këtë aktivitet të cilin e ka bartur Baca Luan si drejtor i flakës së janarit për 20 vite. Njëjtën kohë zotohemi nga këtu që këtë amanet që sot ne pranojmë nga Baca Luan, do ta mbajmë, do ta ruajmë si sytë e ballit, do ta ruajmë besnikëri të plot ashtu siç kemi rujt amanete edhe më herët, në bashkëpunimin që familja jonë e ka pas me Bacën Luan dhe me shumë veprimtarë tjerë nga Gosivar. Edhe njerë, por mos me zgjatur shumë, këtë flak ne do të ndezim, do të mbajmë të ndezur dhe jemi të gatshëm që ta përcjellim në për zona tjera. Flaka e janarit mbetet identifikim për Gostivarin dhe një dëshmi e gjallë se kujtesa kombëtare nuk shuhet, por bartet brez pas brezi si dritë që ndriçon rrugën e së ardhmes.